Assalamu alaikum, aga hoq, pjo pyetje rreth çmimit kurbanëve, po ashtu specifikat për këtë kurban si shkojnë kurbanat dhe çmimet e tyre. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kurbanat e na janë disa kategori. Kategoria e parë është 180 euro. Kurbanat të cilët thirren dhe shpërndahen nga ana jonë tek familjet të cilat kanë nevojë, tek nxënësit të cilët mësojnë Kur'an, për shpenzimet e iftarëve në Ramazan, të itikafit dhe shpenzimeve të tjera. Kategoria e dytë, kurbanat të cilët i dërgojmë tek shtëpitë e atyre të cilët i blejnë, çmimi i tyre është 220 euro, ku përfshihet thirrja dhe transporti, ose transporti i gjallë e që ata bëjnë thirrjen në shtëpitë e tyre. Kemi edhe kurbana special, ata janë desht, të cilët fillojnë nga 300, kurse përfundojnë me 500 euro ata të cilët janë të kategorisë më të lartë.